ditë me udhëtua, e thot, merë me men, mua ata me mdekën nga uria se s'ka pas kush me ju dhënë bukë, ose kush me u përkujdes për ata, çka më vynë mua jeta. Absolutisht, as të pendura, as pas. Është një sakrificë sublime kjo. Absolutisht. Profesor, do ta bëjmë një pauzë ne këtu në studio, sepse kemi marrë një video nga një mik i Jani përbashkët, po përveç mik ju e keni edhe një raport tjetër. Ta shohim për çfarë bëhet fjalë. Përshëndetje të gjithëve në studio, përshëndetje më të veçantë për profesorin Anton Berishaj. Profesorin Anton kam pasur fatin e mirë që fillimisht ta njoh si profesor, më pastaj edhe si koleg dhe përfundimisht si mik. Si profesor e mbajnë mend pedant në dukje, elegant në ligjërim, i hapur dhe i etshëm për diskutime, dhe i afërt e shumë miqësor me studentët, por gjithmonë me kufi pedagogjik të definuar qartë. Si koleg e mbajnë mend si shumë bashkëpunëtor, baraspeshues në qasje dhe konsensual në marrjen e vendimeve për departamentin. Dhe si mik, është jashtëzakonisht i këndshëm në biseda miqësore, bile do thoja që është i pakonkurrueshëm në mbajtjen e rendit dhe bisedës në tavolin. Ajo që unë mund të veçoja për profesorin Anton është që ja ka arritur të kombinoj jashtëzakonisht suksesshëm jetën e tij profesionale e intelektuale me jetën e tij shoqërore. Dhe unë do e pyesja se si ja ka arrit të jetë kaq i suksesshëm në këtë kombinim. Dhe në fund do jemi shumë mirënjohës, po që sa na jep një porosi ose mesazh për gjeneratat akademike që i ka lënë pas, sado që konteksti në cilën ai ka funksionu është i ndryshëm prej kontekstit ku ne funksionojmë sot. Profesorit Anton, i uroj një jetë të gjatë, e të lumtur, e të gëzueshme, e me shëndet me gjitha, kështu siç ka qenë gjithmonë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Adrian Gola. Pra, i studenti juaj dhe edhe kolegu juaj pastaj, miki juaj i afërt. Po, unë konsideroj se puna që ne e kemi bërë edhe e bëjmë nuk është vetëm profesion, por është edhe mision. Pse mision? Për arsye se unë e përmend anë atë kohë që është dashur me shko me ban e me ndikuat e prind për me i qua qikat e veta me u shkollua. Tashti, merreni me mend prej asaj kohe, është dashur me e marrë edhe rolin e njeriu që e përjeton si mision. E për mua mision ka qenë edhe fakti që ju duhet sonte edhe me më përcjell deri te shtëpia, se unë kome bon vetvrasje, i bindur që unë edhe mundem edhe me fluturua, se aq edhe po më duhet trokitni, edhe po më respektoni, nuk ka rrezik. Edhe plus e keni pruar dhe dikan edhe unë tash kam nis mu bin që unë vërtet që në kam aj si po më trajtoni ju. Mirë po, e pse po e thom mision? Po e thom mision për arsye se përveç asaj që është profesion që me ligjërua, me u ballafaqua me situata të ndryshme,